kishte Bibla 777 libra, a i krijoi Vatikani Islamin, ndoshta e ke parë në Top Channel në fakt disa prononcime bombastike nga konspiracionisti i famshëm shqiptar Alfred Saku. E di që shumë njerëz e dëgjojnë dhe di që ka nga ata që e besojnë, por ja ç'a thot Saku. Shikoj pak. Ku janë zhdukur Bibla Saku? Janë 777 libra që përbenin Biblën. Sot janë vetëm 66. 66. Libra që përbëjnë Biblën. Pjesa tjetër janë zhdukur. A kishte Bibla 777 libra që u zhdukën me qëllim? E pa vërtet, Bibla nuk ka pasur kur 777 libra, Bibla ka 66 libra dhe ka patur pretendime për libra të tjerë që nuk u përfshin ka unë, por jo sepse u zhduken nga frika, por sepse u konsideruan pa frymëzuar për shkak të mospërputhjeve historike dhe burimeve dyshimta. Flitet që Vatikani është edhe një nga kryusit e Islamit, s'dua të nervozoj muslimanët. As pak jo. Vatikani e ka krijuar Islamin për 3 arsye kryesore. Sipas këtyre pretendimeve, të cilat unë s'ma përsipër që po ka deklarata të ndryshme nga një murk jezuit, i cili ka deklaruar këto gjëra dhe ai ka deklaruar dhe për ekzistencën e 777 librave. Vatikani krijoi Islamin, jo është një tjetër teori konspirative, në fakt pa asnjë provë historike që vjen nga njëjti burimi 777 librave të Biblës. Saku thotë që Vatikani e krijoi Islamin për të dominuar lindjen e mesme, por pse do e bënte me një fe që është kaq e kundërt me krishtërimin? Kjo do të ishte njësoj sikur thosh në fakt që Perëndoria kineze krijoi protestantizmin sepse donte ndikim në Europë. Është shumë larg nga realiteti. Islami lindi në shekullin e 7 në Arabi në një kontekst krejt ndryshe social, politik dhe fetar. Në atë kohë as Vatikani nuk ekzistonte si Vatikan që e njohim ne. Historia e Biblës fillon me 2 vëllezër të Evës dhe Adamit që janë Kaini dhe Abeli. Kaini ishte blegtor dhe vravi Abelin vllajën e vet. Dhe kur Adami kërkoi ta vriste djalin e vet, Kainin që vravi djalin tjetër, Zoti e ndaloi dhe tha, jo, këta do t'i pajis me një kryq në ballë që të gjithë njerëzit t'i dinë dhe t'i njohin që të gjithë pasardhësit e këtij janë të dënuar nga unë. Pra, simboli i kryqit është simboli i mëkatit. Dhe të krishterët, pa e ditur, kanë marrë simbolin e mëkatit duke e adhuruar. Kryqi është simboli i mëkatit dhe ka origjinë nga Kaini. Edhe ky është një tjetër manipulim i Zanafillës 4:15 në Bibël. Po e lexoj. Dhe Zoti i tha, prandaj kushdo që do të vras Kainin do të dënohet 7 fish. Dhe Zoti vuri një shenjë mbi Kainin me qëllim që kushdo që ta gjendet mos ta vriste. Pra, vini re, Zoti vuri një shenjë. Nuk e specifikon se çfarë shenjë ishte, dhe patjetër që kjo shenjë nuk do ishte mallkim apo ndëshkim, por mbrojtje nga hakmarrja. Tani, cila është shenja që kishte Kaini? Askush nuk e di përveç Kaini. Sipas disa komentuesve hebrejë, shenja mund të jetë emri i Perëndis, por as kjo nuk është e sigurt. Ndaj, këshilla ime është kjo: mos ndërto besimin mbi çdo gjë që dëgjon në internet. Lidhe besimin me të vërtetën dhe me fjalën e Perëndis. Fjala jote është e vërteta, thot Bibla. Pyetje për ty: si i dallon ti të vërtetat nga mashtrimet? A ke hasur ndonjë teori që dikur e besoje, por më vonë e kuptove që ishte gënjeshtër? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekov.